Hiri I Zotit tonë Jezu Krishti, dashuria e hyjtat, e ndikimi I Shpirtit Shenjtë qoftë me ju. Vllazë dhe motra, ju qujtë mirë së ardhur veçanërisht në këtë takim të shenjtë të mishës, në të dielën e Pashkve, në të dielën e ngjalljes së Krishtit. Fillimisht uroj që këto bashkë për ju të jenë të gëzueshme, ta ketë sjellni nga zment e një shnet të mirë trupor dhe shpirtnor. Pikërisht është përshëndetja jonë tradicionale me shnet pashkët, ku në fundit edhe fraza, shprehje e tjera që urojnë gëzimin dhe luturimin kësaj feste. Nëse ndalemi tek përshëndetja e traditës sonë, atër vërtet gjithë ne kemi nevojë për shëndetin e trupit, që e kultivojmë dhe vetë, e që na jep Zoti përmes bamirësisë së Tij, përmes natyrës, fryteve të shumta të tokës, gjallësave që ajo I ka, gjithçka Zoti ja nënshtroi shëndetit tonë trupor. O Zot, Ki I mëshirë. O Krisht, Ki I mëshirë. O Zot, Ki I mëshirë. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. Lavdëroni Zotin sepse është I mirë, sepse e përjetshme është dashuria e Tij. Le të thotë dashuri Izraeli, Zoti është I mirë, dhe e përjetshme është dashuria e Tij. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. E djathta e Zotit u madhërua, e djathta e Zotit më lartësoi. S'do të vdes, të jetoj dua, dhe të punktoj veprat e Zotit. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. Guri që e qitet jashtë përdorimit vërtuesit, erdhi e u bë guri I këndi. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sytë tanë. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. Lexim për letrës të Shëmbarit Apostull, drejtuar Kolosjanëve. Vëllezër, nëse unë gjallet bashkë me Krishtin, kërkoni çka është larg. Ku gjallet Krishtin ndjenjë në front, në të djatën e hyj. Dëshironi gjërat që janë larg, e jo këto përmbi tokë. Sepse vdiqër, dhe jeta juaj është e fshehur me Krishtin në hyj. E kur të duket Krishti, jeta juaj, atëherë dhe ju bashkë me të do të shfaqni lavdi. Fjala e Zotit. Falenderojmë Ty. Vllazë dhe motra, të ju falenderua dhe të ju bëj lutje njëkohësisht në këtë fillim. Mesha jonë është specifike, ka shpërtash, është mesh e jashtëzakonshme familjare.
Gëzimin më të madh besoj na e sjell zhurma e fëmijëve, na sjell naiviteti i tyre që na ban me dije se ne të rritunit kemi heq dorë kamati prej këtij naiviteti të pastër të shenjtë. Edhe jemi mbush me shumë, si thot populli, sherre, brenda nesh është grumbullue një zhurmë tjetër, jo e fëmijëve, që është e thekshme, e ëmbël, që na thërmon edhe e gëzon jetën e familjes. Në ne është rreshtuar e grumbulluar rradhas biesh, zhurmash, të cilat e rrëdojnë përgjithmonë edhe e kanosin shpirtin dhe jetën tonë, e pra ne ato zhurma i dëshirojmë. Në ato zhurma jemi tash mësuar, e në ba pjesë e jetës sonë. Prandaj festa e Pashkve është festa e ringjalljes, jo vetëm e Jezu Krishtit në kohë e në hapësirë, në një ditë historike e të vërtetë, por ishte dashur për çdo besimtar që kjo ditë të jetë edhe në një ringjallje personale. Ka bindje ky gëzim edhe ky rreshtim, kjo renditje e jona këtu pranë vetës si një familje që jemi, jo vetëm përmes kombit, po edhe një familje e veçantë në sajet e pacivit, e sakramenteve tjera, ban me dije që nuk është të rastësisht koha jon e shenjtë e kreshmeve, koha që e quajmë me fjalorin tonë të veçantë kishtar, koha e lidesës, koha e të përbajtunit, është koha e ikjes, është koha e revolucionit kundër vetvetes. Këtë tyre patëm gjatë kohës së kreshme, të jemi pas ngrit kundër vetvetes, e jo kundër të tjerë. Ndërsa sot jemi këtu të rreshtuar vërtet me ngardhënie së bashku me Krishtin, edhe me e lavdërue, me i dhanë derë, me e madhështue gjalljen e tij që ngjall para 2000 vjetësh, dhe njëkohësisht me e prit ardhjen e tij të dytë. Krishti nuk është i hedhur, i gjujtur, i tretun në histori. Shumë njerëz të famshëm u kremtohet dita e lidhjes apo e ramjes në luftë e në betejë. Shumë njerëz i kemi parasysh që bota i njerëzit të famshëm dhe madhështor, por ata janë të renditur nëpër arkiva, po pas kohë shpalosën edhe në bazë ideologjike, ndërsa Krishti jonë është çdo ditë në zemrat tona. Është vetëm kjo figurë e jetës sonë që na e gëzon shpirtin, që na e përtrin mendin. Është vetëm kjo figurë për të cilin flijohet, edhe flijimi ka kuptim. Është kjo figurë që nuk tretet, edhe nuk rizbullohet në bazë të ideologjive, por është figurë e cila rrin për ditë, e ishte dashur të rri në çdo moment para syve, edhe të jetë figurë të cilit ja zbatojmë jetën, i nënshtrohet. Nuk ka
gja më të shenjtë, më të mia, më të gëzueshme, që ti ne shtrohemi vllazër dhe motra Zotit. Skllavëria ndaj Zotit, robërini ynë ndaj Zotit është tanshmëri. Nuk i përgjan asaj frikës së përditshme që mund ta kemi ndoshta të filluar nga familja për kundrejt njëri tjetrit. Nuk jemi një grumbull të pakëzumsh, të cilët enden andeje këndej bosh pa qëllim të jetës. E kemi Krishtin i cili përmes sakramenteve na përtrin, na rifreskon dhe pikërisht Pashka festohet gjithmonë pas të hanës së parë të plot në pranverë. Po të lutimi me komitrit, që shpirti i shenjtë na bashkojë një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakut të Krishtit. Le të bine vend o Zot në kishën tënde të shpërndarë e katëranët të Krishtit, për sotën e dashuri i bashkë me papën tonë Leonin, me i peshvin tonë Franco, me gjithë i peshvin tonë shqiptarë dhe në mbarë me shtërështë. E të bine vend edhe për gjithë vëzhërë tanë e motra tonë të cilët pushuan me shpresën gjamis, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranojnë ata në dritën e të tyre sakë. Po të lutemi i ti mëshirën dhe për ne të gjithë, që bëhemi i pjesëtarë e jetën e pasosë, në Marijën Virgjën Hylice, në shenjë Jozetin vatin e sakë, në shenjë Drita Apostol, me të shenjtë e Nëntë Terezën dhe me të gjithë shenjtrit, që gjithë herë të përqyje që të madhrojnë e të të lëndojnë, në për Jezu Krishtin Bill. Në kër Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, o aty gjithë pushtetshëm, me bashkim dhe shpirtin shenjtë, të qosh dhe ndërim e lavdim, për të gjithë shekujtë dhe shekujtë. Vritin për kampunës, të paratën, Gizani një zemrën që në karë në sëllën e të Krishtin. Aty, Gjithë tjelë, u qendro dhe kryni, arbër të jote, o vapo dhe sa jote, si në qjela ashtu tonë, u vendohë të përgjishme, drejtën e sot, në me pajtë e vate tona, si me nga pajtore tanë, dhe mos alërë e keqë, por lërë e keqë. Amen. ku ju le paqen, ku ja paqen ti. Mos i shikon me gatë tona për bejnë e kishës sate. Jepi asaj se pas vëndetit të në pace e bashkit, ti që jeton në mbretërën e shekujt e shekujt. Amen. Paqja e Zotit, qoftë për herë. Dhe në shqipit tanë. Shenjë pace, partimi, dhurimi, përfashë, japim dore njëri tjetrit, kon paca me ty dhe me shëndet pashtë.